Problemi, si që thanë dhe bashkëtarët tanë, problemi me tokat që ne kemi trashëguara gjysh brez pas brezi, domethënë, shumë vite më para. Edhe letrat e vjetra, se të reja s'keni. Jo, letrat e reja, siç e tha dhe zotnia, siç më ashtu dalim, pas një lloj shpjegimi. Duke marrë shkas nga të gjitha këto, unë jam shumë i prekur normalisht, në rast se mu nuk do më lihet ajo pronë atje, unë bashkë me familjen time, do marrë thesin kurriz edhe si gjithë shokët e tjerë. Biles, me këtë që ka ndodhur vllai im, siç e tha dhe babi më parë, do që të rikthehet në Italia. Zhvillojmë akoma më shumë bujqësi. E kam plan akoma që të shtoj vreshtarin, po me këtë situatë nuk e shtoj dot. Edhe se shteti prap nuk ka dhënë i subvencion. Prap nuk na ka gjetur atë tregun për shqitjen e vajit. Ne e kemi gjetur në mënyrë shoqërore. 5 litra ke njëri, 5 litra ke tjetri. Edhe rruga që na fshati, domethënë me ardhe këtu ku jemi ne, bëhet fjalë diku ke 5 kilometra rrugë, është hapur nga të gjitha fshatarët që shikon këtu. Ajo që desh nga ne, po me forcat tuaja. Është hapur në mënyrë private. Domethënë kush 200.000 lekë, kush 500, simas tokës sipërfaqes që kishte kemi menduar me fshatin që ja ta dëgjojmë të lutem. Un kam kaq sipërfaqe tokë. Edhe un do fus 5 lekë më tepër. Kush më shumë e kush më pak. Pra po të ishte rruga do ishte më mirë. Po s'bëhet fjalë, po ne se kemi pas fare këtë ndihmë na bashki, na shtetin përgjithësi, që të na hapësh kjo rrugë që vim neve na bëhet puna më lehtë. Si për zitoristin, për çdo lloj gjoje.